sepse kur kërkohet për procedurë, jepet fjala me njëherë dhe me njëherë midis pikave të ndryshme. Ishin 2 pika të ndryshme dhe mund ma kishit dhënë fjalën. Dëgjova me shumë kujdes pyetjen e zotit Erion Braçe dhe përgjigjen e ministres së arsimit. Në fakt, dua t'ju vë juve në dieni që unë kam bërë disa kërkesa për të marrë informacion për shkatrimin pa studim, pa analizë të shkollës ish 11 janarit, dhe nuk kam marrë asnjë përgjigje, pavarësisht se unë kam bërë kërkesa të vazhdueshme, pra në shkelje të legjislacionit, nuk më është dhënë përgjigje. Pyetjen që bëri zoti Braçe në fakt qëndron, por është gjysma e problematikës së shkollës 11 janare. Përveç faktit që duhet ishte dorëzuar në shtator, dhe ministrja e pranoi që është përfunduar në tetor, por kur përfundohet, edhe kolaudohet, edhe mobilohet në shtator. Por problemi në fakt është përtej kësaj, sepse projekti që është bërë në kohën e ministrisë kur drejtohej nga Ogerta Manastirliu, është bërë për 300 nxënës më pak. Ky është problemi i vërtet i shkollës 11 janare. Kanë harxuar 10 milion euro dhe projekti është 300 nxënës më pak, mendoni pak 10 klasa më pak. Pse nuk flitet për projektin e gabuar nga ana e ministrisë? Pse nuk flitet kush është arsyeja reale pse shkolla 11 janari nuk hapet, sepse nuk akomodohen do 300 nxënës? Atëherë nëse bëhet pyetja, le të bëhet deri në fund. Jo gjysma pyetjesh për të nxjerrë vetëm një gjysmë problematik, kur duhet të vijnë para drejtësisë si ministrja Ogerta Manastirliu, projektuesit dhe zbatuesit e atij projekti. Faleminderit. Zoti Braçe, replik. Për replik. Unë mendova që pyetjet i kam bërë unë. Me thënë drejtë. Dhe kur i bëj unë, kam ushtruar edhe një profesion që ka dëshmitarë këtu, ka plot dëshmitarë këtu që ditë i bëj pyetjet, se më kanë nxjerrë për jashtë kur bëra ato pyetjet. Pra ditë i bëj pyetjet. Dhe normalisht pyetjet lidhen me atë shqetësim që kanë prindrit. Me shqetësimin që kanë politikanët, pastaj do doja të thoja që shkolla 11 janari aty ka qenë prej 70 vjetësh. Po nuk kam parë kënd që ka qenë pushtet më përpara ta rindërtoi shkollën 11 janari. Nuk kam parë. Është një lloj përgjegjësie edhe kjo. E dyta gjë që kam. Lidhet drejt për drejt po përsëri me shkollën. Me shkollën. Tani patjetër që me atë fluks ndërtimtarie në njësi numër 5, në atë zonë, në zonën e bllokut, pra duhet fillu nga garda, duhet ardhur poshtë, dhe patjetër me atë brend që ka shkolla 11 janari, fal atyre mësuesve të asaj shkolle që e kanë kthyer në një shkollë model, dhe fal edhe këtij investimi, jo 300, po unë jam i bindur që do ngelen jashtë edhe 600, edhe 700, edhe një shkollë të tërë. Sepse me thënë të drejtën, sot në shkollën 11 janari, ashtu siç edhe në shkollën Emin Duragu që ju thamë parë, vjen i gjithë astiri për t'u shkolluar aty. Faleminderit. Faleminderit zonja Manastirliu. Faleminderit nderuar kryetar. Meqense mu përmend kryetari i sindikatës së deputetëve. Dhe patjetër që kam gjithë përgjegjësinë për t'ju përgjigjur interesit të qytetarëve, edhe pse Ministrja e Arsimit Sonja Kumbaro dha një informacion të gjerë mbi shkollën, mbi fazën e punimeve që ka përfunduar, që është në proces mobilimi, dhe dua të informoj se fondet, gjithashtu edhe procesi nga hartimi i projektit për një shkollë e cila do të jetë në standarde bashkëkohore, moderne, për t'i shërbyer komunitetit e asaj zone, është tërësisht në financimin e Bashkisë Tiranës. Sigurisht që këtu kushdo të dëgjojë dëgjon, kushdo thjesht që të mos dëgjojë, po të shpërndajë gjysmë të vërtetat e bën këtë gjë, sepse i lejuar është edhe deputeti mundet që të thotë gjëra dhe të mos mbaj përgjegjësi për to, por të vërtetat janë këto dhe qytetarët janë të informuar, komuniteti i njësisë 5 është informuar dhe qytetarët e Tiranës që është një shkollë e cila jo vetëm do të ketë standarde bashkëkohore, do të ketë laborator, do të ketë të gjitha ato kushte që fëmijët, nxënësit
e gjithashtu edhe mësuesit e shkollës Edith Durham meritojnë të kenë, por jemi duke punuar padyshim se edhe në cilësinë e deputetës Tiranës së bashku me Ministrinë e Arsimit edhe me Bashkinë e Tiranës, kemi të gjithë vëmendjen dhe të gjithë përgjegjësinë për të vijuar investimet në shkolla dhe për të qenë pra afër pritshmërive të një komuniteti sikurse është ai i Tiranës që zhvillohet çdo ditë dhe ka nevojë për ridimensionim të sistemit shkollor, qoftë në infrastrukturë dhe sigurisht edhe në shërbime. Por, për ta theksuar dhe një herë, që nga projekti deri tek financimi i shkollës janë Bashkia e Tiranës pra si financuese që po e ndjek dhe Ministria e Arsimit për të gjitha ato mbështetje që jep qoftë në kuadër të cilësisë stafit të mësuesve, qoftë të trajnimeve të tyre dhe sigurisht edhe të gjitha ato përgjegjësi që të dy institucionet kanë në respekt të zhvillimit të sistemit arsimor. Faleminderit. Faleminderit. Kalojmë te pika e 5 e renditës. Për çfarë? Nuk ka replik mbi replik. Replik mbi replik nuk ka. Projekt ligj për një shtesë në ligjin numër 69/2012 për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë. Respektoni rregulloren, ju lutem, i ndryshuar. Për çfarë t'japja fjalën? E morët fjalën, kolegët për replik. E morët fjalën procedurë. Kolegët bën replik mbi replik nuk ka sipas rregullores. Nëse keni për të folur për shkollat, na lini të fillojmë çështën e projekt ligjit për arsim parauniversitar ku keni mundësinë të flisni mendime dhe ndani mendimet tuaja. Referuar në 73.2 rregullores, nëse ka pyetje përgjigjet nisëtarja zonja Eviz Kushi. Atëherë fillojmë diskutimin me paraqitjen e aktit nga zonja Kushi. Zonja Kushi keni ju fjalën pa kufizim minutazhi sipas nenit 47 të rregullores. Zonja Zhupa, nuk mund ta kthejmë pas kohën. Kërkojeni pyetjet kur ju pyesin. Kur nuk ju pyesin, nëse nuk flisni, kur nuk ju pyesin, unë do vazhdoj me rendin e ditës. Nuk kam ndërmend ta bëj çorap. I nderuar zoti kryetar, të nderuar kolegë deputet, të dashur qytetar, së pari unë doja që edhe si nën kryetare e Komisionit Arsimit, po dhe si profesion pedagoge, edhe si prind që ka fëmijët në shkollë dhe në universitet, me që jemi në prag të 7 marsit, dua t'i uroj të gjithë mësuesit dhe pedagogët kudo në Shqipëri dhe në diasporë, gëzuar festën dhe shumë mirënjohje për gjithë punën, për kushtimin dhe kontributin tuaj në formimin e brezave.